Partia Socialiste kërkon të rikthejë mënyrën tradicionale të numërimit të votave në vend, duke e bërë atë drejt në qendrat e votimit, pa qenë nevojshme që kutitë të transportohen në KZZ. Sipas kryetarit të Komisionit të Ligjeve Ulsi Manja, kjo praktik do të mundsonte nxjerrjen e rezultateve përfundimtare brenda pak orësh pas mbylljes së procesit votimit. Unë, zoti Celibashi, bashkohem me ju, por dhe do t'ju kërkoja kolegëve që do t'jenë ato komisionin e posaçëm të reformës zgjedhore me përbërje partijake, të adresohet shpejt dhe si duhet në kodin zgjedhor menaxhimi i procesit zgjedhor sa i takon numërimit. Sot në kushtet e zhvillimit të kësaj teknologjie dhe i monitorimit në qelisë të çdo veprimtarie që zhvillojnë qoftë individët apo subjektët, ne të vazhdojmë të kemi numërim në qendra grumbullimi. Ndërkohë që nëse do t'i kthehemi numërimit në qendrat e votimit, është krejtësisht e mundur që edhe rezultati në Shqipëri do të dalë në një kohë rekord, jo më shumë se 2 orë mbasi të mbyllet procesi i votimit. Është krejtësisht e mundur që ne këtë teknologji që e kemi të përqendruar në qendrat e numërimit të votave në të gjithë Shqipërinë, ta shpërndajmë në 5044 qendra, edhe menjëherë sapo të mbyllet procesi i votimit, filloj numërimi. Po kjo është detyrë jone në fakt, edhe ka ardhur koha që ta bëjmë këtë. Propozimi i Manjës vjen në një moment kur mazhoranca ka depozituar në kuvend nismën për ngritjen e 2 komisioneve të posaçme parlamentare për reformën zgjedhore dhe ato territoriale. Sipas dokumenteve zyrtare, Komisioni për Reformën Zgjedhore do të adresojë rekomandimet të OSBE-ut dhe do të bashkëkryesohet nga një përfaqësues i PS-s dhe një i PD-s me pjesëmarrjen e të gjithë grupeve parlamentare. Në projekt vendim theksohet se në punimet e tij do të marrin pjesë ekspert nga OSBE, Këshilli i Evropës, Komisioni i Venecias, BE dhe SBA, që do të japin asistencë teknike gjatë procesit të ndryshimeve në kodin zgjedhor. Sa i takon reformës territoriale, socialistët pritet të rikthejnë në diskutim propozimin e vitit 2015 që parashikon reduktimin e numrit të bashkive, heqjen e qarqeve dhe ndarjen e Shqipërisë në 3 ose 4 rajone. Nisma e shumicës për këto 2 komisione pritet të shqyrtohet në 8 në konferencën e kryetarëve përpara se të kalojë për miratim në seancën plenare të kuvendit.